Të dashur qytetarë, mirë se erdhët dhe mirë se takohemi në hapjen e fushatës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. E nderuar ushtrues detyre presidentes Albulena Haxhiu. I nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër i Kosovës Albin Kurti. I respektuar zëvendës kryeministër Glauk Konjuca. E nderuar zonja Donika Gërvolla Shfarç dhe Faton Peci, bashkëpunëtar të Partisë Buzot, partner të koalicionit. E nderuar zonja Mimoza Kusari Lila, kryetare e terapivës dhe partner e koalicionit. I nderuar zoti Zef Morina, kryetari i Partisë Shqiptare Demokristjane dhe partner i koalicionit. Të dashur ministra dhe kryetar komunash, të dashur kandidat për deputet nga Periza dhe nga gjithë Kosova, aktivist, motra dhe vëllezër. Teksa po e shoh këtë palestër të buzur, plot e përplot me njerëz që besojnë në rrugën e nisur dhe në vizionin e qartë të lëvizjes vetëvendosje dhe të kryeministrit Albin Kurti, besoj fuqishëm se fitoria është afër. Sonte nga Periza i rezistencës, i punës dhe krenarisë, po e hapim fushatën sepse këtu jemi për ta vullosur fitoren e 7 qershorit. Sonte jemi me kokën larg në këtë palestër që mban emrin e presidentit Bill Clinton, njeriu që për popullin ton është emblem e lirisë, aleancës dhe pavarësisë së Kosovës.